Një kontroll dhe një mamografi mund të shpëtojnë jetën duke zbuluar në kohë një kancer të mundshëm gjiri. Nuk është vetëm slogan, pasi mjekët thonë se kanceri i gjirit në mbi 90% të rasteve nëse diagnostikohet herët është i shërueshëm. Diagnostikimi i ershëm është baras me jetë. Kanceri i gjirit kur diagnostikohet e ershëm është mbi 90% të rasteve i shërueshëm. Diagnoza e ershme dhe ekzaminimet histopatologjike, testet biomolekulare që themi ne, bëjnë që të realizojnë trajtimin sa më adekuat dhe sa më shkencor të kancerit të gjirit. Çdo kush që ka pasur në familje një rast me kancer gjiri, të nxis motrën e vet, nenën e vet, komshien e vet, të njëjtën e vet, të vej të bëjë një mamografi. I pagëzuar si tetori roz, ky është muaji i ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit në të gjithë botën, për të rritur ndërgjegjësimin për sëmundjen, zbulimin e hershëm dhe trajtimin. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi u bëri thirrje grave dhe vajzave që të kujdesen për veten dhe të bëjnë mamografin falas në spitalin rajonal në vendbanimin në të cilin ato jetojnë. Edhe presidenti Bajram Begaj theksoi rëndësinë e diagnostikimit të hershëm për parandalimin e kësaj sëmundje përmes një postimi në rrjetet sociale. Parandalimi dhe diagnostikimi i hershëm shpëtojnë jetë, shkruan Begaj. Një mesazh i fortë u përcoll edhe përmes diellës, ministres virtuale me inteligjencë artificiale, e cila si simbolik e ditës ishte veshur me ngjyra të rozë. Teknologjia dhe inteligjenca artificiale nuk janë larg kësaj betejë. Ato mund të ndihmojnë mjekët të zbulojnë më shpejt, të parashikojnë më saktë dhe t'u japin grave më shumë shanse për jetë e shërim. Por arma më e fuqishme mbetet ndërgjegjësimi, kontrolli i hershëm, kujdesi i rregullt dhe guximi për të folur hapur. Kanceri së bashku me sëmundjet kardiovaskulare dhe sëmundjet e frymëmarrjes mbetet një nga 3 shkaqet kryesore të vdekjeve të parakohshme para moshës 70 vjeç tek gratë edhe në Shqipëri.